kthehemi tek koordinimi i mundshëm dhe prej nga vjen iniciativa. Unë po ju kujtoj që në 2 maj të 2003, kur u nënshkrua Adriatic Treshja së kohe, mes Shqipërisë, Maqedonisë, Kroacisë, por edhe SBA-s, një marrëveshje e firmosur në Tiranë, pra kishte garancinë, por edhe prevalencën simbolike të SBA-s në këtë mes. A është e mundur që të ketë një distancë të këtij trinomi i cili po flet të paktën me deklaratë për këtë marrëveshje të re, pa pasur bekimin nga SBA-ja dhe NATO-ja? Shumë interesante paralelja që bëre në konceptimin e bashkëpunimit rajonal me një prapavi mbështetëse të Shteteve të Bashkuara. Nuk është e domosdoshme që t'jenë edhe të lexojmë patjetër ndërhyrjen amerikane në këtë rast, sepse ndoshta mund edhe ta abuzojmë dhe ta spekulojmë për të thënë që patjetër është mbështetje amerikane. Madje në kohë që flasim ka një paqartësi totale se si do t'jetë se si vizatohet Ballkani dhe Europa në sytë amerikanëve, përsa përket aleancave ushtarake, zonave të sigurisë. Por ajo që mund të bëj një paralele tjetër me këtë është marrëveshja që ka nënshkruar Turqia me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Pra janë 4 shtete dhe kjo marrëveshje është nënshkruar vitin e kaluar. Por presidenti turk po e fut atë në parlament shumë shpejt për ta ratifikuar si marrëveshje. Dhe fakti që Turqia po nxiton për ta zyrtarizuar këtë marrëveshje, për ta kaluar në parlament, këtë marrëveshje që është po aq e rëndësishme, ndoshta edhe më rëndësishme nga kjo, se kjo është një deklaratë, ndërkohë ato janë marrëveshje që presupozohet që të kenë edhe detaje të bashkëpunimit ushtarak. Pra konkrete mes të gjitha palëve ku përfshihet Shqipëria, Maqedonia e Kosova. Dhe nëse mund të themi nëse duam ta lexojmë nga këndvështrimi i përfitimeve shqiptare, themi që ne jemi shumë mirë të rreshtuar, sepse në njërin në krahun lindor kemi Turqinë, një fuqi shumë e madhe ushtarake, tepër e rëndësishme për stabilitetin e rajonit. Madje edhe Serbia di shumë mirë që fuqia ushtarake e Turqisë është një faktor determinues përsa përket sigurisë në Ballkan edhe në Europën juglindore. Dhe në krahun perëndimor kemi Kroacinë dhe ky rreshtim i faktorit shqiptar, sidomos i Kosovës, është tepër i dobishëm dhe mendoj që është bërë një punë shumë e madhe dhe pajtohem me Benin që nuk është fare e dobishme, e ndershme dhe serioze që në akte të tilla shtetërore të atakohet për interesa politike ministri që u theq këtë dikaster. Pra nuk duhet që të qellojmë me gur çdo gjë të mirë që ndodh. Thjesht për interesa meskine, pa hyrë në ato të tjera që ka edhe faktorë të tjerë që i nxisin këto përçarje dhe këto ndarje. Pra, mendoj që Shqipëria në një marrëdhënie miqësore me fqinjet e saj, me Greqinë, me Maqedoninë e Veriut dhe tjerë, dhe në këtë kuadër të sigurisë ku pritet dhe shpresojmë të ndodhë që të kemi një rivitalizim të industrisë ushtarake të Shqipërisë dhe duke e lexuar deklaratën e përbashkës të kësaj trojke, vjet qartë re që ka mundësira dhe hapësira lihet të kuptohet që do të ketë prodhime ushtarake. Në fakt e vërtet flitet për edukim, trajnim, stërvitjet përbashkëta, përgjigje e kërcënimeve hibride. Në qoftë se Shqipëria rivitalizon kapacitetet e saj të prodhimit ushtarak, siç edhe janë thënë kur u nënshkrua marrëveshja me Ukrainën këtu. Pas shkurtit të vitit kaluar, kur Zelenski e pati si nevojë këtë për Ballkan. Në qoftë se Kroacia ka kapacitetet si fuqi për shkëmbimin informacioneve dhe luftën kundër këtyre sulmeve hibride dhe të IT-s, dhe nëse Kosova ka hapësira për të ofruar për stërvitje të përbashkëta ku në fakt prezenca e NATO-s ka bërë që jo vetëm policia po edhe ushtria e Kosovës të trajnohet në mënyrë shumë eficiente bazuar në protokollet e NATO-s, atëherë sigurisht që kemi një koordinim dhe konvergim i interesash konkrete dhe ndarje të punëve. Dhe kjo është gjëja më e mirë, nuk duhet trembet askush, nuk ka rëndësi si e lexon Vučić, sepse në fundit Serbia është një vend neutral, ka kërkuar statusin e neutralitetit, por është militarizuar më shumë se gjithë këto së bashku dhe këtu u tha. Ajo që i dhe më tepër Serbisë në këndvështrimin diplomatik është ftesa dhe mbështetja e këtyre vendeve për antarësimin e Kosovës në NATO. Pas pak do të shkoj te Serbia sepse besoj se meriton shumë më tepër minuta analize.